Po LDK ka qenë gjithë Kosova me Jo, qëlltar, nominali i Vjosa Osmanit sa ka qenë kandidate për kryeministër. Kusha? Le ta analizojmë për është vërtet kjo apo janë spekulime? Jo, ka pas. Luta ka pasar në Cyri atje dhe ma pat boqat ofertë, pa ta arë këtu me udheq këtë. Lucia Aziri? Po. Lucia Azira... Të kom pa në fushat me Vjosa Osmanit, ta është bon me ferë. Fushat me Vjosën 24 orë. Do më qysha qenë fushata deri o kry. Se me që përmende lutën, a mund tjetë luta një nga kandidatë për president? Ndëgjo, sloganin zojen e kjo, që që kam pasa sloganin, hyneshën e fronë është slogani im. Po, Po. E ki patë për Vjosa Osmani? Po. Hyneshën e fronë? Se ku je kon ti? Si kon kësajve? Jo, këtu kam që për... Po, kalojnë, ku aja ka kalu Për tash. publiku thot kush është ky zotëria që e pas ka këshilluar dhe pas ka vendosur edhe sloganin. Ç'ndodhi me këtë? Pse pastaj u distancuat pak? Pa ja shkojnë vetë vendosë, unë s'jam ashtu. S'ka shku vetë vendosje, e guxo. A po, një me. Po prandaj vëdhem. Gërmizaj, shkurtimisht, vetëm fjalën me ta analizojnë atë hipotezë ti vetë shiten diskutojnë. Po do të kena ta analizojmë që çështja ta shkoqisim. Që kjo hipoteza çka nëse merrem vesh